Për herë kemi dëgjuar, apo jo? Historia e peshës, është thjesht matematik. Kalorisë që merr kundrejt atyre që djeg. Po sikur e gjithë kjo të jetë vetëm maja e icebergut. E po sot do të gërmojmë më thellë. Do të zbulojmë se çfarë fshihet realisht pas këtij problemi kaq kompleks. Mirë, para se të hyjmë në detaje, le të vendosim një bazë të përbashkët. Për çfarë po flasim saktësisht kur themi obezitet? Për kufizimi klinik është super i rëndësishëm këtu, sepse duhet ta kuptojmë nuk është thjesht një çështje estetike. Jo, as pak. Është një gjendje mjekësore serioze me pasoja reale për shëndetin. Dhe pikërisht ky është themeli ku do ndërtojmë gjithë diskutimin tonë. Dhe ja ku e kemi, ekuacionin e famshëm. E kemi dëgjuar me mijëra herë, apo jo? Kalorit hyrëse, kalorit dalëse. Ideja duket kaq e thjeshtë. Nëse ha më shumë se ç'djeg, shtojmë peshë. Kaq. Është një model aq i pastër, aq i lehtë për të kuptuar, saqë për dekada të tëra ka qenë refreni çdo këshille për dietat. Por këtu lind pyetja e madhe. Pyetja prej $1 milion. Nëse zgjidhja është kaq e thjeshtë, pra ha më pak, lëviz më shumë, atëherë pse obeziteti është kthyer në një epidemi globale? Kjo matematikë thjesht nuk përputhet me realitetin e hidhur që shohim kudo rreth nesh. Diçka nuk shkon. Qartësisht duhet të ketë diçka tjetër, diçka më shumë që po na shpëton. Pra, për të gjetur përgjigjen, duhet të gërmojmë më thellë. Dhe do ta nisim me diçka që realisht nuk e kemi në dorë. Me vetë hardware-in ton biologjik. Këtu fillon të bëhet e qartë se trupi ynë nuk është thjesht një makinë llogaritse kalorish. Mendojeni pak kështu. Asnjëri prej nesh nuk e nis këtë lojë nga e njëjta pikë. Trupat tanë nuk janë fletë të bardha. Gjenetika, për shembull, mund të na bëjë më të prirur për të depozituar yndyrë. Pastaj është metabolizmi, që natyrshëm ngadalësohet me moshën dhe ndryshon totalisht mes gjinive. Dhe mos ta harrojmë zakonet familjare apo kulturën. Ato formsojnë marrëdhënien tonë me ushqimin që në fëmijëri, shumë kohë para se të bëjmë ndonjë zgjedhje të vetëdijshme. Dhe ky citat nga Mayo Clinic e thot më mirë se çdo gjë tjetër. Nuk mund ta ndryshosh ADN-n tënde thjesht me forcën e vullnetit, ashtu siç nuk mund të bëhesh më i gjatë duke e dëshiruar. Është një kujtesë brutalisht e sinqertë se po, zgjedhjet kanë rëndësi, por secili prej nesh e luan këtë lojë me një set krejtësisht të ndryshëm rregullash biologjike. Por nuk mbaron me kaq. Nuk është vetëm gjenetika. Jo. A e keni ndjerë ndonjëherë atë shtimin në peshë gjatë periudhave të stresit? E po, ai është kortizoli, hormoni i stresit, që i bërtet trupit ton, ruaj yndyrë. Pastaj shto këtu edhe gjendjet e caktuara shëndetësore, apo medikamente të domosdoshme, si antidepresantët ose kontraceptivët, që mund ta prishin totalisht këtë ekuilibër, pavarësisht se sa shëndetshëm ushqehemi apo sa stërvitemi. Në rregull, pra biologjia është një pjesë e madhe e kësaj enigme, por vetëm një pjesë. Tani le të bëjmë një hap pas, të zmadhojmë pamjen dhe të shohim botën që na rrethon, sepse le të jemi të sinqertë, shëndeti ynë nuk ekziston në një vakum. Kjo pikë këtu është absolutisht thelbësore. Të bësh zgjedhjen e duhur nuk është thjesht çështje force vullneti. Jo, është çështje të kesh mundësinë për ta bërë atë zgjedhje. Dhe mjedisi ku jetojmë, ai ose na i ofron këto mundësi në pjatë të argjentës, ose na vendos pengesa në çdo hap. Le të mendojmë pak për këtë. A ka çdo lagje akses në ushqime të freskëta dhe me çmim të arsyeshëm? A ka kudo parqe dhe trotuare të sigurta ku njerëzit mund të ecin? A është dizajni i qyteteve dhe zyrave tona i tillë që na nxit të lëvizim? Këto nuk janë zgjedhje individuale. Këto janë bariera ose përkundërzi ndihmësa që vijnë nga sistemi. Okej, pra, folëm për biologjin, folëm për mjedisin, por tani do të futemi në shtresën më të thellë, më të fshehur dhe, sinqerisht, ndoshta më shokuese në të gjithë kësaj historie. Po flasim për kimikatet e padukshme që janë kudo rreth nesh. Shkencëtarët kanë një emër për to, obezogjen. Dhe dëgjojeni më kujdes, se çfarë do të thotë kjo. Këto nuk janë kalori. Janë substanca kimike që fjalë për fjalë i prishin sistemin trupit ton për menaxhimin e peshës. Është sikur marrin peng metabolizmin ton. Dhe ja ku bëhet vërtet shqetësuese. Nuk po flasim për ndonjë kimikat egzotik laboratori, po flasim për gjëra që prekim e përdorim çdo ditë të vetme. Kutia plastike ku mbajmë drekën, veshja e brendshme e konservave, madje edhe disa produkte kozmetike. Të gjitha këto mund të përmbajnë këto substanca që na çrregullojnë sistemin hormonal. Pra, si funksionojnë saktësisht këto gjëra? Imagjinoni sikur një haker hyn në sistemin operativ të trupit. Një kimikat që mund t'i thotë trurit je i uritur edhe kur nuk je, ose që i jep komand trupit të prodhojë më shumë qeliza yndyrore, ose që e riprogramon metabolizmin për të depozituar yndyrë në vend që ta djeg për energji. Kjo është fuqia e frikshme e një obezogjeni.
Dhe kjo tabel thjesht e bën më konkret këtë realitet. Bisfenoli A, i famshmi BPA, apo ftalatet. Këto emra mund të tingëllojnë të komplikuar, por burimet e tyre janë kudo. Janë të thurura kaq thellë në jetën tonë moderne, saqë ekspozimi ndaj tyre është bërë thuajse i pashmangshme. Por ka edhe më. Momenti i ekspozimit është absolutisht kritik. Gjatë fazave kyçe të zhvillimit, si për shembull në barkun e nënës ose në vitet e para të jetës, ndikimi i tyre mund të jetë i pashlyeshëm. Mund të lërë gjurmë për gjithë jetën. Dhe pjesa më e frikshme, këto efekte mund të kalojnë edhe tek brezat e ardhshëm. Është si një trashëgim toksike që e kalojnë pa e ditur fare. Në rregull. Tani që i kemi parë të gjitha këto pjesë pas zëllit, biologjin, mjedisin, kimikatet, le t'i bashkojmë të gjitha. Si duket fotografia e madhe? Dhe kjo grafik e tregon më së miri. Të thuash që obeziteti është faji i një gjëje të vetme, do të ishte si të shikojë vetëm një pemë dhe të humbiste të gjithë pyllin. Shikoni pak balancën. Biologjia përbën një pjesë të madhe, ajo është themeli. Pastaj vjen mjedisi, që formoson mundësitë tona, dhe ekspozimi kimik shton një tjetër dimension të paparashikuar. Sjellja, pra zgjedhjet individuale, sigurisht që ka rëndësi, por është vetëm një pjesë e një mozaiku shumë më të madh. Pra, cila është ideja kryesore që duhet marrim me vete? Është kjo. Ka ardhur koha ta ndryshojmë rrënjësisht bisedën për peshën. Nuk është më thjesht një çështje vullneti personal, jo. Është një ndërthurje komplekse, një rrjet faktorësh ku zgjedhjet tona individuale formosen dhe shumë shpesh kufizohen nga forca që janë krejtësisht jashtë kontrollit ton të drejtë për drejtë. Dhe gjithë kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që të vë vërtet në mendime. Në një botë ku gjenet tona, lagja ku jetojmë, e madje edhe kutia ushqimit mund të ndikojë në peshën tonë, çfarë do të thotë realisht të jesh i shëndetshëm sot? Siç duket, përgjigjja shumë më e komplikuar se sa e kemi menduar ndonjëherë.